Këtë të premte të 7 marsit, ditën e mësuesit, kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha e nisi duke uruar të gjithë mësuesit e qytetit dhe jo vetëm, teksa mori pjesë në një aktivitet në ambient të shkollës Alim Xhelo. Kryebashkiaku Dredha shoqëroi në aktivitetin në shkollën Alim Xhelo edhe nga rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesori doktore Aurela Saliaj. Mësuesit janë në qendër të kësaj dite të rëndësishme për ta, ndërsa mirënjohja dhe falenderimet janë fjalët që përcillen jo vetëm nga nxënësit, por edhe nga autoritetet, pasi kjo ditë ju dedikohet pikërisht mësuesve. Tim personal me kënaqësi më të madhe dhe me mirënjohje më të madhe për gjithë mësuesit e Alim Xhelos, ju uroj shëndet edhe fuqi kemi që të arrijmë të përballojmë të gjithë sfidat që na dalin ditë pas dite në shkollë dhe nxënësit e mrekullueshëm që kemi, i falenderoj dhe ju uroj suksese të gjithëve. Nga shkolla Alim Xhelo, kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha tha se kjo është një ditë e shënuar për të gjithë, një ditë reflektimi dhe një ditë që tregon se sa shumë i detyrohemi mësuesve për shkak se ata janë pjesë e vizionit të së ardhmes, ndërsa të gjithë janë shumë mirënjohës në këtë ditë të rëndësishme për punën dhe misionin e tyre fisnik. Jo vetëm për mësuesit, po për çdo të ri, për çdo intelektual, për çdo person që beson në dije, edhe që investohet në dije, këtë ka një ditë të shënuar sepse realisht është edhe një moment reflektimi se sa i detyrohemi, gjithë sa i plejadë mësuesish, jo vetëm në Vlorë, jo vetëm në Tiranë, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, sepse janë ata investitorët në fakt real të ardhmes të çdo vendi. Janë baza fundamentale, po themi, e asaj çka ne duam ndërtojmë dhe të vendosim si vizion për të ndërtuar një të ardhmë më solide për çfarë do lloj shoqërie, për çdo shoqëri. Prandaj jemi shumë mirënjohës, bëjnë një punë pa parë, kolosale, 24 orë 7, sepse e kanë të kombinuar në institucionet e dijes, pastaj në shtëpitë e tyre me fëmijët e tyre dhe imagjinoni, domethënë është një punë që nuk mbaron kurrë. Megjithatë jemi shumë mirënjohës se fal tyre bëhemi ne këta që jemi sot. Pra janë ata investimi konkret për gjithçka ne zgjedhim për të bërë të ardhmen. Kështu që një urim special, një urim nga zemra dhe jemi shumë mirënjohës për gjithçka bëjmë. Gëzuar 7 marsin gjithë mësuesve dhe mësuesve kudo ndodhen në gjithë botën. Kryebashkiaku Dredha tha se është një detyrim moral edhe i autoriteteve vendore, si dhe një gest simbolik i Bashkisë së Vlorës që të kujtojë çdo 7 mars mësuesit, por edhe t'i takojë ata. Është detyrim moral, është detyrim njerëzor, është edhe një gest simbolik për të treguar që ne jemi gjithmonë me ta, sepse ata kanë qenë dhe janë gjithmonë me ne. Bashkia e Vlorës në këtë 7 mars kishte përgatitur lule për të gjithë mësuesit e shkollave të qytetit, të cilat u shpërndan në shenjë mirënjohje dhe respekti për veprën e tyre humane, por edhe punën mjaft të madhe që bëjnë duke edukuar brezat. Në fund të aktivitetit, kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha dhe rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali Aurela Saliaj kanë shpërndar lule për të gjithë mësuesit e pranishëm në ambientet e shkollës Alim Xhelo.